Me siguri ka ndodhur që i themi po diçkaje dhe vetëm pak më vonë pyesim veten, po pse e bëra këtë gjë? E pas sot do të zhyremi në dy parime vërtet fuqishme, të përjetshme për të ndikuar të tjerët, të marra nga puna geniale e Dale Carnegie, dhe kini parasysh, këtu nuk po flasim për manipulim, as pak, po flasim për çelësa të vërtet për të kuptuar më mirë natyrën njerëzore dhe për të komunikuar shumë më me efikasitet. Atëherë, le t'ja fillojmë. Fantastike kjo thënia, apo jo? Ju Pierpont Morgan e ka kapur në thelb. Të gjithë ne, në fund të ditës, jemi pak kështu. Kemi dy arsye. Njëra që e themi me zë të lartë, ajo që t'ingëllon bukur, fisnike, dhe tjetra, arsyeja e vërtet, ajo që na shtyn të veprojmë. Po ta kuptosh këtë dualitet, ke bërë hapin e parë gjigant drejt të qenit më bindës. Mirë, pyetja që lind natyrshëm është si e përdorim këtë njohuri. Nëse njerëzit justifikohen me arsye të mira, atëherë si mund t'i bindim duke u fokusuar pikërisht te ato arsye pa u marrë fare me motivet e tyre të vërteta? Hajde t'i gjejmë përgjigjet së bashku. Pra, ja si do të ecim. Së pari, do të flasim për arsyet dhe motivet fisnike, pastaj si t'i bëjmë idet tona më dramatike dhe në fund i lidhim të gjitha bashk. Fillojmë njëherë me pikën e parë. Okej, parimi i parë. Ky mund duket pak i çuditshëm në fillim sepse shkon kundër instinktit. Në vend që të sulmojmë egoizmin e dikujt, ne bëjmë të kundërtën. I flasim pjesës idealiste që e kemi të gjithë brenda vetes. Tani do shohim saktësisht se si bëhet kjo. Thelbi i gjithçkaje është ky, secili prej nesh ka një imazh të lartë për veten. Duam të besojmë se jemi njerëz të mirë, të ndershëm. Edhe kur bëjmë diçka për interesin ton, prapse prap kërkojmë një arsye më fisnike për t'ia justifikuar vetes dhe tjerëve. Dhe këtu është kleçka. Detyra jonë është t'ua japim gati atë arsye fisnike. Le të marrim një shembull klasik. Imagjinoni një pronar, zoti Farrell. Qiramarrësi i tij do të largohet para kohe, duke thyer kontratën. Çfarë do të bënte shumica? Telefon avokatit, kërcënime, gjyq. Por jo Farrell, ai bëri diçka gjeniale. I u drejtua nderit të qiramarrësit. I tha thjesht: "Unë besoj se ti je njeri që e mban fjalën." E kuptoni? E vuri para një pasqyrë morale, dhe sigurisht qiramarrësi qëndroi. Një tjetër shembull fantastik, këtë herë nga bota e medias. Lordi Northcliffe, një njeri shumë i fuqishëm, nuk e pëlqente një foto të tij që po qarkullonte në një gazetë. Ai mund t'i kishte shkatruar me një letër kërcënuese, por zgjodhi një taktik krejt tjetër. Preku një pikë të ndjeshme, një vlerë që askush s'guxon ta shkel. Dhe çfarë shkroi? Thjesht kaq: "Ju lutem, mos e botoni ma atë foto. Nuk i pëlqen nënësime." Përfundoi: "Një fjali e vetme, por geniale. Kush do t'ishte ai redaktor që do të thoshte: nuk na intereson nëna jote?" E pamundur. Ja pra, ky është shembulli perfekt se si një motiv fisnik i mbyll të gjitha dyert e debatit. Mirë, le të kalojmë tani në një rast konkret nga bota e biznesit. Një kompani makinash ka një problem. 6 klient nuk po paguajnë një pjesë të faturës së shërbimit. Janë provuar metodat e zakonshme, telefonata, letra, por asgjë nuk po funksionon. Dhe këtu kemi përballjen e dy qasjeve. Metoda e vjetër, ajo që dështoi, ishte tipit: ne kemi të drejtë, klienti e ka gabim. Kjo çfarë bën? Vetëm sa e bën tjetrin të mbrohet dhe e kthen në një luftë egosh. Por qasja e re e James L. Thomas ishte totalisht ndryshe. Ai e nisi bisedën me dëgjim, me respekt, duke krijuar një atmosferë tjetër. Dhe ja ku vjen fraza kyçe, fraza magjike. Thomas nuk i tha klientit çfarë të bënte. Përkundërzi, ja kaloi topin atij. Duke i thënë: "Po e le në dorën tënde", vendos ti si presidenti i kompanisë, ai bëri apel ndjenjes së tyre të drejtësisë. Në thelb i tha: "Unë kam besim se ti je i drejtë." Dhe çfarë ndodh kur dikush na jep një reputacion të mirë? Përpiqemi ta ruajmë. Rezultatet absolutisht spektakulare. 5 nga 6 klientët paguan të gjithë faturën, por kjo nuk është pjesa më e rëndësishme. Pjesa më e bukur është se të gjashtu ndjen aq mirë të trajtuar sa që më vonë blen makina të reja nga e njëjta kompani. Kjo nuk ishte fjerë zgjidhja e një problemi, por ndërtimi i një marrëdhënieje afatgjatë. Pra, për ta përmbledhur këtë pikë të parë, parimin e 10 të Carnegie, gjithmonë apelonin ndaj motiveve më të fisnike. Mos niseni nga ideja se njerëzit janë të këqij. Përkundrazi, jepuni një standard të lartë për ta arritur. Trajtoni si të ndershëm dhe do të habiteni se sa shpesh do të sillen pikërisht ashtu. Mirë, kalojmë tani te parimi i dytë, sepse të kesh mesazhin e duhur është vetëm gjysma e betejës. Gjysma tjetër është si e përcjell atë mesazh. Dhe këtu hyn në lojë fuqia e dramatizimit.
Mendojeni pak. Jetojmë në një botë ku bombardohemi me informacione pa pushim. Vëmendja jonë është bërë malli më i çmuar. Thjesht të thuash një fakt, nuk mjafton më. Për të tërhequr vëmendjen, e vërteta duhet të bëhet e gjallë, interesante, dramatike, duhet pak show, le të themi. Imagjinoni pak skenën. Një shitës kasash fiskale i thot një tregtari, ti po humbet para, por ky shitës bën diçka tjetër. Nxori një grusht monedha dhe i hodhi në dysheme duke thënë, ja, kështu po i hedh parat sa herë kalon një klient. Zhurma e monedhave në dysheme e bëri humbjen reale, të prekshme. Ishte më e fuqishme se çdo grafik dhe sigurisht e mori porosinë në vend. Ose ky shembull tjetër, po kaq i fortë. Një ekzekutiv marketingu mund të shfaqte një slide me numrin 32, numri i produkteve konkurrente. E mërzitshme apo jo? Në vend të kësaj çfarë bëri ai? Shkoi në takim me një çantë të madhe dhe zbrazi mbi tavolinën e mbledhjes 32 kavanos kremi të konkurrentëve. Pa pritur, konkurenca nuk kishte më një numër abstrakt. Ishte aty, fizikisht, mbi tavolinë. Dhe kjo nuk vlen vetëm për biznesin. Funksionon kudo, madje edhe në shtëpi me fëmijët. Të mbledhësh lodrat është një punë e mërzitshme, por çfarë ndodh nëse e kthen në një lojë? Nëse tricikleta bëhet lokomotiva e trenit dhe karroca është vagoni ku ngarkohet qymyri, pra lodrat, pa pritur puna e shtëpisë kthehet në aventurë. Pa grindje, pa debate. Ja dhe një rast i fundit. Mary Catherine Wolf duhej patjetër të takonte shefin e saj super të zënë. Emailet e saj injoroheshin. Atëherë ajo bëri diçka ndryshe. I dërgoi një letër formale ku i linte hapësira bosh shefit të plotësonte datën dhe orën. Ishte një gest kaq i pazakont, kaq dramatik, saqë e theu monotoninë. Shefi u detyrua t'i përgjigjej. Dhe çfarë ndodhi? E takoi po atë ditë. Pra, ja ku e kemi. Parimi 11 i Carnegies. Dramatizoni idet. Mos u mjaftoni me fjalë boshe. Përdorni veprime. Bëjni ide të duken, të dëgjohen, të preken. Bëjni të paharrueshme. Mirë, tani le t'i lidhim këto dy pika bashk, sepse këto dy parime nuk funksionojnë veçmas, ato janë si dy anët e së njëjtës medalje. Së bashku, ato krijojnë një strategji komunikimi vërtet të fuqishme. Mund ta mendojmë kështu. Apelimi ndaj motiveve fisnike është substanca, është çfarë po thua, ndërsa dramatizimi është stili, është si po e thua, është paketimi. Kur ke substancën e duhur dhe e paketon në mënyrën e duhur, atëherë ndikimi bëhet eksponencial. Dhe me këtë arritëm në fund, por sfida e vërtet fillon tani, si t'i vëmë në praktik këto ide. Pra, le të mendojmë, cila është ajo e vërtet e rëndësishme që duhet të komunikojmë këtë javë. Dhe pyetja më e madhe është, si do ta dramatizojmë për ta bërë atë të paharrueshme?